15. Unë kam pas në dhomë, disa të burgosë, për një ndërta dhe ne i burgosë nacionalitetit sërbë. Dhe a i tha, dikun ka 3 notës, së në mërë këgju me askanë në për dhomë, sepse u dëgju që di shka për ndodhë për në qojnë tika, tha për dojnë me dërgu në Dubrovë, atje për dojnë me mbledhë të gjithë të burgosërit, sepse për dojnë mu bo një marveshja dhe mu liru për i burgot. Dhe ku shkum në Dubrovë në prej, ma me ndonim që ka me ndodhë me në liru nga burgo. Edhe pse na në fakt ishim fajtor, si pas Serbisë, na kemi qenë pjesë e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, për fati e ka desh që ne të burgosemi. Kur kanë fillu bombardimet, në fakt një ditë para bombardimeve, neve, kur kanë ardhur me na sjell bukën të burgosëve shqiptar ordinar që kanë qenë për vepra jo politike, na kanë thënë që po hin NATO-ja. Dhe veç këto informacione i kishim që diçka po do më ndodhë. Atër kanë fillu bombardimet edhe mo rroje ato edhe ishim një luftë që bojnë për ato fshatrat e istokut. Për me datën 16 maj ka qenë ditë e diel dhe ne kemi pa nga drejtore tona një person që po lirohet nga burgo. Jemi gëzu shumë, të gjithë kemi dalë në drejtore, se ne në katën e dytë gardianët nuk na shefshin. Dërsa po të ishim në katën e parë, as kishim mujt me pa hapësirën, as largësinë, as kishim guxuar me dalë në drejtore. Po nga katë e dytë e kishim atë mundësi dhe peshojmë një njerëz që u liru nga burgu dhe përcilën 2 gardian. U gëzum kush është ai njerëz sepse s'ishim ne. Ai kishte nuk shënohet. Dhe ne kemi pa terit e dera e daljes kryesore të burgut. Ai njeri me një thes që ka pas rroba, apo që ka pas, e ka pas në krah dhe u nis për me dalë për burgut. Me pas, tash... Ju keni menduar se është liruar ai? Po, ne kemi menduar që u liru një burgosën, sepse e ka kryt burgin, nuk deshe. Me pas, e kanë liru edhe një djarë nga burgu pavioni jonë. Ka qenë nga Joniko. Dhe kur ka dala e jashtë, ne prape kemi po nga dritarët, sepse u dëgjoj ke zëri, edhe dulem me këqyrë që ka pëndodhë, edhe i pyti gardian, ku po më qëni se tash o luft. Tha ne kem për detyrë me dërgu ty ten peti shko ka dush. Në vitin 2004, trupin e t'i djallit e kanë gjetë në varrezat e Logjes, në Vramë. Pra, kjo ka ndodhë, ka fillu me 16 mars, maj, kur është liru në thojza o këshenoti, për fatin e të cilët ende nuk dim se ku është, dhe me pas ka fillu me 19 maj, bombardimet, ku janë godit objekti i jonë ku kemi qenë neve të vendosur, të burgosëve shqiptarë, është godit edhe një ose 2 objekte tjera jashtë murit të burgut, dhe ne kemi thy dyrë të burgut, për shkak të plasaritjes që ndodhen, ne kemi thy ato dyrë të hekurit dhe kemi dalë në obar. Aty kanë gjetë vdekjen 3 të burgosur, jem plagosur, disa